Ajo ishte vetëm 22 vjeç, por sytë e saj kishin atë peshë që zakonisht u vjen vetëm pleqve pas shumë dimrash. Emri i saj ishte Arta dhe ajo jetonte në qytet, larg fshatit ku kishte lindur. Por diçka e kishte thirrur atë ditën e asaj të shtuneje, një zë i brëndshëm që nuk e linte të qetë. Ajo ishte uldur në kafenen e vogël pranë sheshit, duke pirë kafe dhe duke lexuar lajmet në telefon, kur, pa njoftimin që qarkullonte në rrjetet sociale, të gjithë plesht e Drenicës të ftuar sot në shtëpinë e Ademit, pa pagesë, pa kushte, e lirë si era. Arta qeshi në fillim. Çfarë marrëzie ishte kjo? Një thirrje për plesht? Por diçka tek ajo fjalë, e lirë, e preku thellë. Ajo ishte rritur në qytet, larg gjyshreve të saj që kishin vdekur kur ajo ishte vetëm 10 vjeç. Nuk kishte kujtime të tyre, vetëm fotografi të zbehta dhe histori që i tregonte nëna me zë të ulët, sikur fliste për diçka të shenjtë. Dhe pa e menduar 2 herë, Arta u ngrit. Lajmet aty, macia e saj priste, por diçka më e madhe po e thëriste. Ajo mori qelësat e makinës dhe nisi udhëtimin drejt maleve. Udhëtimi zgjati 2 orë, rrugët e ngushta, malet e mëdha, era që i fshikullonte xhamat e makinës. Kur mbërriti në oborin e shtëpisë së vjetër Gurit, ajo u ndall dhe mbeti pa frym. Atje, në një lis shekullor, ishin mbledhur mbi 70 pleq, me bastun, me çallma të bardha, me xhamadan të leshtë, me fytyra të zhytura në rrudha që tregonin historinë e 1 shekulli. Ata ishin ullur në gur, në stolla prej druri, disa edhe në tokë, por të gjithë me një dinjitet që bënte të dridhej ajri. Arta u ndje e huaj, ajo ishte e vetnja vajzë e re atje, e vetnja me gjinse dhe triko të hollë, mes atyre burrave me leshra dhe plisa. Disa nga pleshtë e shikuan me habi. Kush ishte ajo? Çfarë kërkonte një vajzë e qytetit mes tyre? Por Arta nuk u largua. Ajo u ul në një cep, pra një guri të madh dhe dëgjoi. Ademi, një burr në të 50-tat, me duar të ashpra dhe sy të lodhur, u ngrit në këmbë. Para tij ishte një thes i vjetër prej liri. Ai e hapi dhe nxori një gur i rumbullakët, i zi, i lëmuar nga uji i përrojt. Ky është guri i djegur, thanks Ademi me zë që dridhej. Ky gur ka qenë në vatrën e shtëpisime që kur kam lindur, por unë nuk po ju a jap gurin, unë po ju a jap zjarin. Plesht ngritën vetullat. Arta, nga cepi i saj, ndiu një dridhje në shpinë. Ademi mori një shkëndi dhe goditi gurin. Një flak e vogël, kërcenuese dhe e bukur, u ndez mbi të. Pastaj ai ngriti syt dhe foli, por tani zëri i tij ishte më i fortë. Ju pleq, ju që keni parë luftra, ju që keni varrosur bi dhe keni ngritur shtëpi nga hiri, ju që jeni ullur në kuvende dhe keni gjykuar për nder, për besë, për tokë. Unë kam kaluar 5 vjet të vetmuar, duke u mbyllur në dhimbjen time, por një natë, kur zjarri në vatër po shuhej, pash diçka. Në atë zjarr nuk ishte vetëm gjehtësia, ishte historia jonë. Ademi eci mes tyre, duke mbajtur gurin që digjej. Ju pleq, me eksitoni. Po, kjo është e vërteta. Jo si njerëz që mërziten, por si hyjni të haruara. Kur ju shoh duke ullur në kuvend, unë shoh male që flasin. Kur ju dëgjoj duke treguar për betejat, unë dëgjoj erën që kthen historinë. Ju jeni librat e gjallë të kombit tim. Arta ndjeu se syt i mbusheshin me lot. Ajo nuk e kuptonte pse, por ato fjalë goditën si një val. Ajo nuk kishte pleq, gjyshërit e saj kishin vdekur kur ajo ishte fëmijë. Në shtëpinë e saj nuk flitej për të kaluarën, sepse e kaluara ishte e dhimbshme, por tani, duke dëgjuar atë burr, ajo kuptoi se çfarë kishte humbur. Halit Deda, plaku 94 vjeçar me sy të bardhë nga verbëria, u ngrit. Ai eci me vështirësi drejt Ademit dhe vendosi dorën mbi shpatullën e tij. Birim, tha plaku, ti nuk na dhe zjarr, ti na ktheve dinjitetin. Ne menduam se ishim haruar, se ishim bërë pleh për tokën, por ti na bëre të ndihemi përsëri si ushtar, si poet, si mbajtës të besës. Një nga një, të gjithë plesht kaluan para gurit të ndezur dhe morën një shkëndi në një cop leshi. E tyre ishte tani zjarri. Ta mbanin në shtëpitë e tyre, të ndeznin vatrat dhe të tregonin përsëri historitë. Por kur radha i erdhi Artës, ajo hezitoi. Unë nuk jam plak, tha ajo me zë të dridhur. Unë nuk kam asgjë për të dhënë, unë vetëm erdha të dëgjoj. Ademi e shikoi. Për herë të parë një buzëqeshje e ngrohtë i ndriçoi fytyrën. E ke gabim vogëlushe, i tha ai. Ti je më e pasura nga të gjithë ne. Ti ke të ardhmen. Arta mori shkëndijën.
Dorën ja mbajti Halid Deda, plaku i verbër, dhe e çoi drejt zjarrit. A e di pse e këtu? E pyeti plaku me zë të ëmbël. Sepse zjarri ynë do të shuhej pa ty. Ne kemi histori, por kush do t'i dëgjoj? Kush do t'i mbaj gjallë kur ne të vdesim? Ti, vajza ime. Ti e uji që do ta mbaj zjarrin, jo për ta shuar, por për ta bërë më të madh. Arta ndjeu nxehtësinë në pëllëmbën e saj. Ajo nuk ishte ardhur atje për të marrë asgjë, por tani kuptoi se ajo kishte marrë gjithçka. Ajo kishte marrë përgjegjësinë. Atë natë, në shtëpinë e saj të vogël në qytet, Arta ndezi një qiri. E vendosi në trijezë dhe thiri në telefon gjyshen e saj të vetme që ishte ende gjallë, te 10 vjeçaren që jetonte në një qytet tjetër. Gjyshe, tha Arta me zë që dridhej nga emocioni. Më trego një histori, çdo histori, nuk më intereson se çfarë, vetëm më trego. Dhe gjyshja, e habitur por e lumtur, filloi të fliste, për orë të tëra, për dashurinë e saj të parë, për luftën, për bukën që e ndanin me fqinjët, për lotët dhe të qeshurat. Arta dëgjoi, dhe kur e mbyli telefonin, ajo e dinte. Zjarri nuk do të shuhej kur, sepse tani ajo ishte bërë rojtarja e tij. 3 muaj më vonë, Arta u kthye në Drenicë, por këtë herë nuk ishte vetëm. Kishte sjell me vete një kompjuter portativ, një regjistrues zëri dhe një blok shënimesh. Ajo kishte filluar një projekt, Zëri i pleqve. I regjistronte historitë e tyre, i shkruante, i vendoste në internet, që të mos harroheshin kurrë. Një mbrëmje, Halid Deda, plaku i verbër, e mori dorën dhe i tha: "Vajza ime, unë nuk të kam parë kurrë me sy, por ty të shoh me zemër. Ti je ajo që ne pritëm, jo një burr me armë, por një vajzë me penë, dhe kjo është armë më e fortë." Arta qeshi përmes lotëve. "Unë erdha këtu për të marrë një shkëndi", tha ajo, "por mora një det." Dhe kur ndezi përsëri gurin e vjetër të Ademit, zjarri nuk ishte më vetëm i tyre, ishte i gjithë botës. Sepse historitë nuk vdesin, ato vetëm presin dikë që t'i dëgjojë.